kanë qenë çifti më e komentuar kohëve të fundit, po flasin për Gjestin dhe Igli Takon, të cilët romancën e tyre e nisën brenda mureve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ku mes momenteve të afërta dhe të ndjera nuk munguan as premtime të bëra ndaj njëri tjetrit. Megjithatë që pas përfundimit të reality show, çifti nuk është parë më bashkë në publik. Edhe në daljet e tyre mediatike të dy janë treguar shumë të rezervuar kur janë pyetur për raportin mes tyre. Një numër i madh i ndjekësve janë kurreshtar dhe presin sqarime nga të dy lidhur me statusin aktual të marrëdhënies së tyre, por deri tani as Gjesti dhe as Igli nuk kanë vendosur të japin një përgjigje të qartë, por se sa do të zgjasë kjo heshtje, e din vetëm ata. Nga ana tjetër, na duhet të kujtojmë se si Igli Tako, po ashtu dhe Gjesti, po punojnë fuqishëm për të publikuar projektet e tyre muzikore dhe me sa duket, puna për ta është parimore në këtë periudhë. Gjesti po vazhdon me koncertet e tij anë ban botës, ndërsa Igli po përgatitet për këngën e saj të tretë brenda pak ditëve.